Tung njerëz. Ja ku jam si gjithmonë, si çdo të hënë në ora 9 këtu në Radio Sol 89 MHz për emisionin Mesazhi I Yjeve në Fatën Muzik. Unë jam Armand Xhuli dhe jam këtu sot për horoskopin e javës dhe për një artist, për një këngë, për një poezi, për mesazhin e saj. Janë këngë njerëz që kanë bërë historinë e muzikës për mesazhet që përcjellin apo për rëndësinë e tyre në kohën kur kanë dalë. Dashi. Njerëz të shenjës dashit. Në zhargon ose në gjuhën e folur, në anglishtan e folur, për kufizimi I foljes baltër është të kërcesh, të vallëzosh pa pasur ndonjë aftësi të veçantë, pa qenë I prerë për atë punë, por me shumë ndjenjë e me shumë gëzim. Me një fjalë, baltër është të kënaqesh pavarësisht se sa bukur vallëzon. Ka shumë mundësi që kjo folje ta ketë përejardhjen nga gjuha daneze që do thot me kërcy, me urrutullu, me urrukullis, me diçka e këtij lloji. Pse gjithë këto njerëz të shenjës dashit? Sepse në ditët në vazhdim, këto aktivitete, kërcimi, vallëzimi, rrotullimi e të tjera, metaforikisht, figurativisht, duhet të jenë qëllimi juaj. Detyra juaj është të eksploroni botën e argëtimit dhe të gëzimit. Të mbrini deri në kufijtë e saj. Lajmi I mirë është se duke kërkuar të argëtoheni, të bëni qef, nuk do të keni nevojë të jeni të kujdesshëm e të vëmendshëm. Për ta bërë qefin ashtu siç duhet, nuk duhet të mendoheni. Këtë javë lëreni mendjen në shtëpi. Qef se nuk përsëriten shpesh këto situata. Deni. Ne besojmë se të tjerët duhet na demonstrojnë dashurinë e tyre në të njëjtën mënyrë që ne e bëjmë me ta. Shkruan psikologja Emi Przeworski e shenjës demit, dhe më e bukura është vazhdon ajo se po nuk ndodhi kështu, menjëherë dyshojmë se nuk është dashuri. Ky është problem që në këtë periudhë duhet ta kapërcesh edhe ti o burra grua, qofsh I shenjës demit. Përvojat dhe dashuri të kanë bërë aq të pjekur sa atmosferesh me faktin se si të tjerët e shprehin dashurinë ka shiteje. Lëri njerëzit që të rrethojnë në familje, në lidhjet intime, në marrëdhënie pune, në biznes, ta shprehin dashurinë ashtu siç ju vjen në mënyrë të natyrshme, do ta kuptosh vërtet se sa të duan dhe unë të siguroj që vërtet të duan. Binjakët. Njerëz të binjakëve burra gra qofshi. Dëgjoni me kujdes. Sipas drejtorit të CIA-s, Shërbimit Informativ Amerikan, në Afganistan kanë mbetur më pak se 100 luftëtarë të Al-Qaedës, të shpërndarë nëpër grupe të vogla. Ndërkohë në Afganistan janë vrarë më shumë se 90.000 ushtarë të stërvitur për ta shkatruar përfundimisht Al-Qaedën. Ua tregova këtë njerëz të shenjës së binjakëve për t'ju bërë të vëmendshëm për mënyrën se si po I përdorni fuqitë tuaja në këtë periudhë. Pra, ti binjak, burra grua qofsh, duhet që në këtë periudhë të grumbullosh energji shpirtërore për një betejë që do të ngrejë në nivele më të larta si emocionale ashtu dhe profesionale. Vetëm se duhet që energjitë t'i çosh në drejtimin e dur e të mos I shpenzosh për vogëlsira. Gaforja. Në poezinë Catch a Body, Ilse Bendorf, poete amerikane e shenjës binjakëve, tregon faktin që nuk e duron dot shprehen mos I trego kur njeriu. Por edhe shpreha, thuaja të gjithëve, nuk I pëlqen. Dhe duke ju referuar yjeve mesazhet të tyre të dashura gafore, edhe ju në këtë moment jeni përpara kësaj dileme. T'ja tregoni të gjithëve, atë mos I tregoni askujt. Pra, o duhet të silleni në mënyrë të tillë që me heshtjen tuaj të zgjoni të tjerëve kuriozitetin për të zbuluar se kush jeni në të vërtetë, ose të krijoni një raport më të afërt e të pohoni atë që keni brenda, ta tregoni atë që keni brenda. Sipas meje duhet të zgjidhni një rrugë të mesme, dhe rruga e mesme është që të vërtetën ta tregoni të plot, por me kujdes, pak nga pak. Se është një shprehje që thot e vërteta të bie si bombë. Mos e përdorni këtë bombë. Luani. Në një koncert, Christopher Owens, këngëtari I grupit indie Girls,
doli i veshur me pantalonet e pijamave. Një kritik amerikan, Eric Stone, i shenjës Luanit, në një artikull të tij e kritikonte duke thënë që Christopher nuk është veç se një djalë i përkëdhelur që s'di ku çon parat. Komportohem kështu, thot Erik, sepse në jetë kanë pasur vetëm privilegje, por në qoftë se Erik, kritiku e Erik, do t'ishte thelluar pak, do të zbulonte që Christopher Owens është rritur në një sekt fetar dhe ka kaluar shumë keq trajtime nga një vajzë me një fëmijë të kush e di se s'kujt, që jetonte me prostitucion. Prandaj dashur Luan, burra grua qofshin, mos nxjerr konkluzione të nxituara për të tjerët, sidomos në këtë periudhë që do të duhet të afrohesh për puna për biznes me njerëz spanjor dhe nuk do të shërbej, ose më mirë, paragjykimi do të dëmtoj. Virgjo Resha. Lexova para pak ditësh një histori për një vajzë që e kishin ftuar në një festë ku do të mund të takonte dhe këngëtarin dhe artistin e saj të preferuar, Devendra Banhart. Ajo duke dalë nga shtëpia, si çdo vajzë, i hodhi dhe një sy vetes në pasqyrë, me merakun që duhet ishte perfekte se do të takonte dhe një këngëtaren, artistin e preferuar. Pa pritmas, vuri re një puçër të vogël në ballë. E çfarë bëri? E shtrydhi. Gabim, shumë gabim se pamja e saj u përkeqësua. E kapi paniku dhe vazhdoi ta ngacmonte duke dashur ta mbulonte në një farë mënyre dhe kështu ai defekt i vogël u kthye në një katastrofë të vërtetë. Një çerekore më vonë, e dërmuar me lot në sy, ishte e shtrirë në krevat duke parë ca idiotizma në televizor. Morali i gjithë kësaj historie është: mos u merrni dhe lërini rahat ato detaje të vogla jo perfekte që keni, të dashura Virgjo Resha. Lërini rahat, nuk është koha të merreni me to përpara asaj që keni në plan të bëni dhe që është tepër e madhe. Peshorja. Peshore, bani vesh e dëgjoni. Është një shkrimtar anglez edhe ai shenjës peshores që quhet Sir Lawrence Don John Fratchett. Ai pyet: a e dini se cila është tragjedia më e madhe në botë? Është fakti që ekzistojnë njerëz që nuk mbrin kur të zbulojnë se çfarë duan me të vërtetë dhe në çfarë gjeje janë vërtet të aftë. Në qoftë se në këtë përshkrim e gjeni sadopak veten o njerëz peshores, në qoftë se jeni në dilemë se çfarë duhet të bëni apo ku duhet të investoni, ky është momenti ideal për ta zgjedhur këtë dilemë. Mos rrini duar kryq duke u menduar, por filloni të bëheni më aktiv. Kërkoni dhe mendimin e dikujt që keni afër, që ju njeh, që ju vlerëson aftësitë, që ju vlerëson idetë që keni. Edhe një gjë tjetër, jini të sinqert me veten për çka ju entuziazmon vërtet dhe mos u tremni nga pasionet e momentit. Mos u rrëmbeni nga pasionet e momentit. Larg pasioneve të momentit. Akrepi. Website-i ose faqja e internetit e bibliotekës së verave Wine Library e përshkruan kështu verën e bardhë Riesling të Badger Mountain. Aroma e ëmbël e dardhës bashkohet me aromën e jashtëzakonshme të jargavanit dhe me një erë të lehtë e të paqartë benzine. Nuk e di sepse. Ndërsa revista Enoteka Allure shkruan për verën franceze Secretion Magnifique, që është ndër 5 aromat më seksi në botë, edhe pse ka një shije të lehtë ujë të ndenjur, benzinë, ujë ndenjur. Çfarë do me thënë kjo? Ua them unë. Edhe pse gjërat mund të jenë madhështore, kanë defektet e tyre të vogla. Akrep, burr a grua qofsh. Në ditët në vazhdim, edhe ti do të përballesh me një fenomen të tillë në puna, në një marrëdhënie intime. Të lutem, vlerëso madhështinë dhe jo atë defektin e vogël që mezi duket. Shigjetari. 4 elementet që përbëjnë kokainën janë të njëjtë me ato element që ka dinamiti, kafeina ose nailoni. Këta 4 element janë hidrogjeni, karboni, azoti dhe oksigjeni. Natyrisht, janë të kombinuara në mënyra të ndryshme për të krijuar substanca të ndryshme. Por ajo për të cilën unë po e tregoj është që të njëjtat materiale fillestare mund të na japin rezultate të ndryshme dhe kjo që sapo thash o shigjetar, burra grua qofsh,
do të ndodh edhe me ty. Duke filluar nga kjo javë do të ndodhesh edhe ti përpara një fakti të tillë. Do të jetë në dorën tënde dhe do të varet vetëm nga ty se si do t'i kombinosh disa fakte apo të dhëna, apo persona, apo bashkëpunëtor për të arritur rezultatin që dëshiron. Po me të njëjtat mundësi apo njerëz, do të mund të realizosh një detyrë apo një udhtim të bërë keq. Mund të realizosh edhe një kryevepër, një marrëdhënie fantastike, një vepër tepër të nevojshme. Zgjidhjen e ke ti në dorë. Bëj kombinimin e duhur. Britsjapi. Shpesh mua apo njerëzve që unë njoh i vijnë në email apo në celular mesazhe të tipit jemi të lumtur, ju njoftojmë se jeni përzgjedhur ndërmjet mira klientëve për të pasur promocionet tona në produktin që ne trajtojmë me tjera. Jeni përzgjedhur mbasi analize që ne kemi bërë profilit tuaj dhe nga këtë tutje ju do të jeni ndër klientët tanë të përzgjedhur për të përfituar të parët promocionet tona. Ju kemi përzgjedhur për një dyshek e të tjerë. Unë këto njerëz, këto mesazhe nuk para i besoj, por ti i dashur Britsjap, burra grua qoftë së shpejti do ta marrësh një mesazh të tillë. Por jo nga ndonjë sajt apo kompani anonime, nga një adresë shumë më serioze e nga një njeri tek i cili ti ke investuar kohë, mund dhe ndjenjë. Shumë shpejt do të të mbrijë mesazhi që ai shumë ke pritur. Kombinimi i yjeve, mesazhi i yjeve për ty Britsjap në këtë moment është ai duri. E thënë në gjuhë pak më popullore është haberin e ke mbrapa derës. Ujori. Piktori flaming Jan van Eyck, lindur diku nga viti 1385, u bë shumë i famshëm sepse rinovoi teknikën e të pikturuarit me bojëra vaj. Ka qenë i pari dhe ndoshta i vetmi që kur firmoste pikturat, përveç emrit përdorte edhe një slogan: Alles kann. Ky ishte mesazhi, që e përdorur si idiom do të thotë me mira që munda të bëj. Dhe besoj se ajo që ka dashur të thot me këtë slogan është që ai kishte përdorur gjithë talentin e tij pa rezerva dhe pastaj pasi veprën e kishte mbaruar kishte firmosur i qetë sepse më mirë nuk mund ta bënte. Me një fjalë kishte dhënë maksimumin e tij. Ujor, ju ftoj që në këtë periudhë të keni të njëjtin impenjim për të përfunduar projektin që keni nisur, qoftë në punë, në biznes apo në dashuri. Përdorni gjithë talentin tuaj, gjithë inteligjencën tuaj për të arritur rezultatin që doni. Por kuptoni edhe se kur duhet të ndaloni e të mos i sforconi gjërat. Dhe kur keni mbritur tek momenti që duhet të ndaloni, dijeni se ke mbritur ke momenti që duhet të thoni Alles kann. Kam bërë më të mirën. Në rregull? Peshqit. Dëgjoni një reflektim të poetit anglez Winston Hogg-Oden, që për më tepër është edhe i shenjës peshqve. Ai thot: imazhi që un kam krijuar për veten dhe që më bën ta dua veten është komplet tjetër nga imazh që mundohem të krijoj tek të tjerët që ata mua të më duan. Në qoftë se kjo që thot Oden është e vërtet, edhe për ty o njeri i shenjës peshqve, burra grua qofsh, të këshilloj që të bësh një eksperiment të vogël. Provo t'i vësh këto dy imazhe njëri mbi tjetrin. Sipas asaj që unë shoh tek yjet dhe sipas mesazhit që ka ardhur nga yjet, është momenti më i mirë që këto dy imazhe ti unifikosh. Kjo është një metaforë natyrisht, por ajo që unë dua të them është që ti o peshk, burra grua qofsh, je në momentin më të mirë për të krijuar një imazh të vetëm të asaj që ti je në të vërtetë dhe të asaj që të tjerët shohin tek ty. Në qoftë se kjo që poeti Oden thot për ty në këtë moment nuk vlen, dije që je në rrugë të mbarë, je në rrugën që të bën të jesh e të dukesh ajo ose ai person që je në të vërtetë. Ky ishte horoskopi edhe për sot njerëz, besoj t'ju jetë i vlefshëm për mesazhet që ju ka sjellë. Tani, pas mesazhit astrologjik, po i them mesazhit të yjeve të muzikës, mesazhit muzikës. Kënga që dua të analizoj sot e të recitoj është I don't want to talk about it. Që thënë në shqip është nuk dua të flas më për këtë gjë, nuk dua të flas më për atë, do me i fjalë. Përktheni si doni, po pak a shumë ky është kuptimi, sensi i gjës.
Kënga është e Rod Stewart, është këngë e regjistruar fillimisht nga Demi Whiten në grupin Crazy Horse në vitin 1971. Më pas, në vitin 1975, u regjistrua si cover në Alabama nga anglezi, nga i madhi Rod Stewart. Është një këngë që shpreh më së miri dhimbjen e një njeriu pasi marrëdhënie që ka përfunduar. Gjithashtu, shpreh edhe një vorbull dëshirash të mjegullta që përplasën, që ndeshen me njëra tjetrën. Dëshira për të mos u rikthyer diskutimeve, dëshira për të rikthyer me njëri tjetrin duke eksploruar ndjenjat e brendshme, dëshira për të mos folur, por që përballet me dëshirën e mundësinë që ta dëgjojë njëri tjetrin në heshtje, thjesht duke u parë. E keni parasysh atë intimitetin e vetmisë. Është tema e mospranimit për të përballur me të vërtetën, sepse janë tepër të lënduar nga ndarja. Më mirë të mos flasësh se sa me fjalë të rihapësh e të rjetosh dhimbjen. Është ftesa e një njeriu që po vuan dhe që nuk do ta pranoj për të hyrë e për të lexuar zemrën e tij, nuk do ta pranoj, nuk do të hapi zemrën sepse i duket sikur po hap një plag. Është gjithashtu edhe tema që është vetmia dhe dëshpërimi, pasqyruar tek ngjyrat e zemrës. Një dëshpërim që edhe yjet që janë simboli ëndrave dhe i shpresës tashmë nuk kanë më asnjë kuptim për të. E megjithatë, në gjithë këtë dhimbje, në gjithë këtë dëshpërim, pavarësisht zemrës së thyer të autorit, ka një shkëndijë të një dëshire dhe një mundësie që personi tjetër edhe mund ta dëgjojë. Është tepër i dukshëm fakti i një dileme të brendshme ndërmjet dëshirës për ta vazhduar këtë marrëdhënie dhe frikës që mund të i rikthyer zemrën. Versioni i Rod Stewart në veçanti e ka bërë këtë pjesë të famshme fal interpretimit të thellë e melankolik të aftë të transmetojë një emocion të vërtet që ka prekur zemrat e shumë kujt. Tani, gjithë sa thash nga unë të përkthyera e të shqipëruara në vargje besnike originalit, në Shqip janë këto që më poshtë të dëgjoni. Nga sytë e tu, mund të them që ndoshta ke gjithë kohën që qanë. Dhe yjet në qiell për ty nuk kanë kuptim. Janë thjesht një pasqyrim. Për këtë nuk dua të flas se si ma theve zemrën mua e nëse pak më gjatë unë këtu ri, nëse ri, zemrën time nuk do ta dëgjosh ti, nëse mbetem në vetmi. Vallë, në hije, a mund të fshihet ngjyra e zemrës time, blu nga lotët dhe nga nata e zezë, e friksuar nga yjet në qiell? Për këtë të flas nuk dua, se si ma theve zemrën mua, e nëse pak më gjatë unë këtu ri, nëse ri, zemrën time nuk do ta dëgjosh ti, nëse mbetemi në vetmi, zemra ime ti. Ky ishte teksti i këngës I Don't Want to Talk About It. Këtë këngë tani do ta dëgjojmë si cover nga grupi jon Bluebird Band, nga artistët tanë, nga Eni Nelku, nga Kolsheu, nga Bledi Sejko, dhe e gjithë kjo që thamë dhe që do të vi më mbrapa, pra dhe kënga mundsohen, na është dhënë kjo mundësi, për cilën dhe e falenderojmë nga Kruesa Bono. Faleminderit. Ju njerëz, qofshi mirë kudo qofshi. Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky that mean nothing to you, they hear me through. If
little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand all alone with the shadows and the color of my heart, blue for the tears, black for the night, there's the stars in the sky that mean nothing to you, dear me bird. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, wanna listen to my heart. Oh, my heart. Talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, wanna listen